dorë nga Mateo. Në momentin që Mateo u soll në këtë formën, Brikena u mërzit, sepse normalisht, do me thënë janë në atë ditën e parë që për mendimin tim duheshte të manifestojnë më së shumti të dy me njëri tjetrin, duheshte ta shijojnë atë momentin e bukur që Brikena i dha puthjen Mateos dhe Brikena u largua. Mateo, çuditërisht, nuk bëri asnjë lloj lëvizje për të ikur dhe ta qartësonte situatën se çfarë në të vërtetë ndodhi. Do të thënë nga një moment i bukur dolëm në një moment që realisht ne nuk duam ta shohim te një çift i cili është i dashuruar, ne jemi pro dashurisë. Dhe vazhdoi situata. Mateo nuk është se ja vari, si me thënë, shumë Brikenës, ndoshta nuk është se e mori shumë për zemër, nuk është se e mori shumë seriozisht këtë gjën, por e mori si një diçka që unë jam njeri dhe reagova, do të reagoj dhe këtu nuk ka asnjë gjë të keqe në këtë mes. Dhe Mateo